Përshëndetje zonja dhe zotrinj dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë MCN Ekonomi. Ditën e sotme do të flasim për festat e fundvitit dhe atë që thuajse ndodh gjithnjë rritja e çmimeve për konsumatorët. Kemi pasur materiale të ndryshme të cilat i kemi transmetuar në edicionet e lajmeve në MCN TV për të folur sa i përket ankesave që kanë pasur qytetarët në për tregjet të ndryshme për të blerë produkte për festat e fundvitit. Ka pasur rritje të çmimeve për produkte të ndryshme. Vitin e shkuar patëm edhe një hetim nga autoriteti i konkurencës për këtë qëllim, por nuk mësuam ndonjë rezultat konkret. Por pse ndodh ky fenomen dhe sa peshon në xhepat e qytetarëve shqiptar, do të flasim me të ftuarit tan. Kam zotin Hasan Stafa, kreu i zyrës për mbrojtjen e konsumatorit. Zoti Stafa, kënaqësi që ju kam studio. Përshëndetje, mirë. Edhe gjithashtu kolegun Lorenz Rabeda, kënaqësi që ju kam studio. Do na bashkohet pas pak edhe ekonomisti Enrico Ceko për të folur mbi këtë temë kaq të ndjeshme. Zoti Stafa, keni pasur ankesa nga qytetarët sa i përket këtij fenomeni? Po, fenomeni i rritjes së çmimeve në Shqipëri është një nga fenomenet më negative, që pothuajse për 32-3 vitesh me ndryshimin e sistemit ekonomik shoqëror, ka filluar edhe kjo pjesë e zezës e pjesa e errët e tregut, e cila realisht nuk duhet të ndodhë. Por duken ne siç është ndërtuar sistemi i tregut, edhe sot që është 2025, rreth 42% e tregut është ende informal dhe vetëm rreth 58%, pra është një treg i formalizuar, i cili ka disa rregulla standarde dhe në një farë mënyrë është i disiplinuar deri diku. Ndërsa pjesa tjetër pastaj më tepër shkon në pjesa si themi energjisë, që ka tregun duke filluar nga viti 2020-2021 me rritjen e çmimeve globale, kur atëherë invazioni rus në Ukrainë bëri që të prishë ekuilibri i tregjeve, me të drejtë, ose edhe jo më shumë të drejtë, pjesa më e madhe e importuesve shqiptarë filluan të ngrenë çmimet e menjëhershme duke spekuluar edhe në kohë lufte, atëherë pra kur ishte diçka që në vende të tjera ndodhte 10, 12 apo 15%, tek ne fjala rriti që shkon deri 100%, edhe rritja e çmimit naftës, aq më tepër që një produkt i cili në një farë mënyrë menaxhohet me 17 taksa të vendosura nga shteti në këtë produkt, edhe atëherë fjalë pat një spekullim shumë të madh dhe nga kjo pastaj lindi poshtë tek prodhuesit, furnizuesit dhe pjesa tjetër e importit apo dhe prodhimit vendas, një rritje të çmimit në mënyrë galopante. Ato çmime të cilat edhe pas 8 muaj që ndryshoi ekuilibri i tregut, pra ndryshoi kursi i dollarit, i euros, i tregut e gjitha këto, tek ne fjalë nuk ndikoi fare. Nëse sot do nismi thjesht për ta marrë si shembull 1.2 euro një litër naftë në Kosovë, apo në Maqedoni, apo në Malezi, apo më tej, fjalë tek ne, fjalë edhe sot në fjalë është 178, ishin rreth 180, ose 1.800 lekë, ose rreth 2 euro. Fjalë është diçka fjalë këtë galopante që lesh tek për të abuzuar dhe pjesa tjetër në emër të këtij produkti, apo çmimit të energjisë, apo mungesa një zinxhir rregullator për të rregulluar tregun. Nga data 1 deri në datën 12 dhjetor që jemi sot, kemi rreth 342 ankesa nga konsumatorët për fenomenin negativ, për atë që tham rritja dhe spekulimi me çmimet në muajin e fundit, në pragun e festave të fundvitit për Krishtlindjen dhe vitin e ri. Kryesisht produktet kanë filluar, produktet e para të japin atë deri 24% ka shkuar sot me rritje e çmimit për 10 ditë, tek gjeli detit, pule detit, tek produktet me origjinë shazore, siç janë djathi, gjisha, kosi, gjalpi e tjera, pra që sot në fjalë këto kanë filluar nga 15 deri 24%. Dhe pa llogaritur pasaj që shkon sistemi zinxhir, ka filluar tendenca tek frutat, ka filluar tek portokalli, ka filluar tek mandarina, ka filluar tek molla, nuk diskutohet pasaj se rrushi e këto të tjera quhen produkte luksi, natyrisht për shumicën e shqiptarëve, sepse vetë situata ekonomike ne e dim se çfarë situatë jemi dhe sa të ardhura prodhojmë në një familje të zakonshme. Pra është një fenomen, po ne do të them për spekullim. Një anë është spekullim se të dash të tregtosh pa pas licencë, dash të tregtosh pa pas një kualifikim, diçka në fjalë që mund ta shtysh veten tregtar. Thjesht mund nxjerr një licencë, u shmanget atyre detyrimeve, bëhet palë me një tjetër, vjen atë kuptim ose marrëveshjen e fshehtë, pa deklaruar, duke filluar nga fillimi i tregut deri në fund, do ta shetsh ti kaq, edhe nuk bëhet fjalë me ndryshuar edhe tregtarët e tjerë nga presioni apo frika e konkurrencës së pandeshme, janë detyruar të zbatojnë këtë. Dhe kush bie viktime kësaj? Viktime sa gjithë ditën konsumatori.
Pra që shkam vjen që konsumatori po e pëson dhe po e pëson keq. Ne patëm në 2024, në punë në 2024 bile, ne kemi bajnë, ka se dhe në mesën në televizion, kemi bajnë një kronikë lidhur me këtë çështje. Natyrisht pat efekt, por efekti fillon atëherë kur një periudhë para përgatitore kur e di të trashëguar në vite këtë fenomen negativ, veç struktura shtetërore, autoriteti i konkurrencës, drejtoria e përgjithshme e tatimeve, agjencitë e mbrojtjes konsumatorit, drejtoria rajonale të AKU-s, ato që funksionojnë, se nuk është totalisht e shkrirë, pra ato janë funksionale në kuptimin e saj, drejtoritë e shëndetit publik dhe një sër struktura të tjera që përgjigjen për monitorimin, kontrollin e tregut të çmimeve, cilësisë, sigurisë, fjalë paraprakisht duhet të harmonizon një plan të përbashkët veprimi, një plan pune për t'i paraprirë dhe për t'a parandaluar këtë fenomen. Dhe se ti e letë lirë, natyrisht kjo Sheh një përgatitje të këtyre institucioneve apo një plan pune? Kemi pasur sërish vëzhgime nga kolegët në përtregjet e fruta e perimeve për shembull, ku qytetarët shprehen se ka rritje çmimesh. Natyrisht që ka, unë thash që janë ankesat ne i kemi konkrete. Edhe sot po dalë fjalë data 12, po të kujsh datë 22, apo datën 28, 29, 30, 31. Do të thotë fjalë kjo tendencë është një negativitet i madh, është një paralajmërim, është një kamban në kuptimin që bie tek struktura shtetërore për ndryshe sa më shpejt, por më edhe tek konsumatori. Dhe ne si konsumator, pavarësisht nga roli apo funksioni që kemi, edhe ne kemi fajet tona. Ne do t'ju bëjmë thirrje konsumatorëve këtu në këtë dritare të televizionit tuaj dhe në gjitha mediat, në gjitha takimet, në gjitha institucionet, kudo që do kontaktojmë tek tregu që këto konsumatorit i threshin tërgjegjes, tek abuzuesi mos shkot blesh, rri 2-3 ditë, 5 ditë, rri 10 ditë pa moll, e supozim, edhe do të shohë se mbas 3-4 ditë kur të fillojnë të prishen dhe të mbushen kanalet, atë edhe ai pa ndërgjegjshme, ai nuk ka tregtar, është mashtrues, vjedhës. Po ne po i themi tregtarë me që se ka i licencë apo i dokument që ka dalë atje shesh, po është diçka shumë e rëndë. Është diçka që ta abuzosh këtë formë, pa llogarit pasaj edhe përgjigjja më e rëndë, se ne kemi marrë edhe kontakte drejt për drejta me subjekte, kryesisht të biznesit vogël dhe të mesëm, natyrisht, të tregut. Po thotë, janë rritë, thotë, për 750.000 pensionistë, janë rritë pensionet, janë rritë edhe... Do vim sërish tek... Ai bonus është një regulator, është një lëmosh, për i moment caktuar për të ndihmuar, që se do marrësh 2 produkte, mund të shtesh 1. Dhe vetëm kaq, po nuk ka rritje çmimi. Ai nuk zbuti inflacionin, nuk përmirëson elementet dhetarat ekonomike të familjes, që duhet llogarisht të pjesën tjetër. Pra, për mua fjalë janë 2. Ndërgjegjja jonë si konsumator për të reaguar shumë e dobët, që kemi drejtën tonë të reagojmë dhe të praktikojmë të gjithë në kuptimin e fenomeneve negative që shfaqen në treg, dhe e dyta mungesa e funksionimit të mekanizmit të ne strukturave që mbrojnë konsumatorin me njëra tjetër për të harmonizuar dhe për të në farë mënyrë për të parandaluar këtë fenomen kur e dim që është thyer në sistem fatkeqësisht tek ne. Cilat shtresa preken më së shumti? E tha, e përmendi në fund fjalës tij zoti Stafa, pensionistët. Dhe unë doja të ndalesha në fakt të fenomenin vetvete e shoh si një dashakejsi të mirëfillt, po përdor një term që mbase është pak i tepruar, një dashakejsi të mirëfillt të tregtarëve shqiptar, sepse bëjnë këtë llogari. Pikërisht këtë që tha zoti Stafa. Thonë që pensionistët po marrin disa para, thonë që kompanitë do japin disa shpërblime, thonë që disa institucione do japin këta shpërblime, atëherë janë gjithë këto para në treg. Përse ne mos përfitojmë diçka shtesë. Është absolutisht e papranueshme, sepse bëhet fjalë për është një trend që ndodh ekskluzivisht vetëm në Shqipëri. Në për periudha festesh, kudo në për tregjet ndërkombëtare, kemi një prirje për të ulur çmimet. Në Shqipëri ndodh krejt e kundërta. Kemi një llogaritje, disa tregtar dashakeq tash për llogarisin sa para shtesë marrin shqiptarët, sidomos pensionistët, sepse kemi fundi vitit shton edhe diçka shumë interesante. Shton edhe flukset e remitancave që vijnë nga jashtë-kufirëve për shqiptarët, për familjet e pensionistëve sidomos. Dhe këto para bëhen llogari nga këta tregtar dhe gjendet ajo mundësia maksimale për t'ja u marrë, për të marrë diçka nga kjo fete tortës. Kemi edhe një problem tjetër që unë e shoh vazhdimisht. Kemi edhe një çmim shumë të lartë nafte, e përmendi përsëri zoti Stafa, i cili reflektohet më tej në çdo produkt shqiptar. Ai çmim mjaft i lartë
i mbivendoset çdo lloj produkti, veçanërisht atyre që blen shqiptarët më së shumti, dhe na reflektohet te çmimet të rritura duke llogaritur edhe këtë sjellje. Kemi edhe një moment të fundit që doja të theksoja, po varemi gjithnjë e më shumë nga importet. Kemi rënje të produktit vendas. Flukset e produkteve vendase nëpër tregjet tona sillnin vazhdimisht një rënje çmimesh. Ndërkohë që ndodhe kundërta. Po hynë më shumë produkte nga importi dhe importuesit janë pak duar, që do të thotë se rritet mundësia që ata të merren vesh me njëri tjetrin dhe rritet mundësia pastaj që në unison të rriten çmimet, sepse është e pashpjegueshme se si në një periudhë caktuar të vitit, brenda pak ditëve çmimet rriten pothuajse në unison. Është edhe ai momenti që autoriteti i konkurrencës i pari dhe institucioni përgjegjës duhet të hetojë. Nisi vjet, tha që do hetojmë tregun, por nuk pam asnjë konkluzion dhe me sa duket me përpikmëri, po përsëritet edhe si vjet ky fenomen, tmerrsisht negativ. Cilat janë produktet që më së shumti konsumatorët ankohen për rritje çmimesh? Thashë, kjo është pothuajse 100% të produkteve preken nga ky fenomen. Dhe prekja është shumë e sofistikuar, ose diçka në fjalë thjesht për shirën e konsumatorit, sepse niveli konsumatorit shqiptar nuk është një ndërgjegjësim i konsumatorit evropian, një konsumatorit të edukuar, që njeh të drejtat e veta, njeh çështjen e produktit, njeh kërkesat e produktit, njeh të dhënat e produktit për të shkuar deri tek fatura që merr tek kasa, atje kur paguhen parat në kasë, në banak atje. Dhe problemi është tillë, ka filluar një joshje pothuajse të gjithë rrjeti i marketeve në Shqipëri, aty në fjalë ku është, si thosh, furnizuesi kryesor i konsumatorit individual apo të grupuar, sepse aty merret të gjitha produktet ushqimore, duke filluar pak 24 produktet ushqimore që janë bazë. Dhe aty në fjalë fillojnë para një muaj, 2, në rast të festash, fillojnë disa fletushka. Edhe thot X, për shembull konsumatori, X konsumatori nuk pa them marketi, për arsye edhe të ligjit edhe të thjeshtë pjesës konfidencialitetit. Thot, konsumatori, thot, ofron për rastin e Krishtinit, ofron, thot, të produkte. Ishte kaq, bëhet kaq, ishte kaq, bëhet kaq. Është një vjedhje, një mashtrim i sofistikuar. Se pari një farë mënyrë e çorienton konsumatorin, se konsumatori mendon për të marrë diçka, me qenë se që ka me ulje, me që ka një skonto, me qenë se që ka diçka presese, atëherë thotë mund të përfitoj, nuk mund të marrë në çmimet e zakonshme, po mund të gjejë diçka veten për të marrë diçka të ulur. E do shkojë atje dhe do ta shoh, ishte kaq, thotë. Po ku ishte ajo? Kush e pa ato? Ku e ke dokumentin sa ishte para jave e sa u bë sot? Dhe aq më keq, edhe pjesa tjetër, edhe nëse ndodh kjo në kuptimin e asaj nëse është 179 lek këtu, kur shkosh atje që të rështojsh, po t'jesh inteligjent, sa të marrësh faturën dorë, do të shohësh se nuk është 179, është 200, 210, janë të ka vjedhur 200-300 lek të vjetra, po për atë produkt të cilë e ka ofruar me ofertë. A ndodh shpesh kjo? Ndodh shpesh, ne kemi raste që ndodh shpesh, thash edhe një herë tek tregu i formalizuar, tek rrjeti i marketeve në Shqipëri. Dhe pothuajse, duke përjashtuar një shipërmarrje që është në bashkëpunim shqiptare, që e ka shumë të frenuar, ose është shumë i disiplinuar ke rregullat, duke zbatuar rregullat e vendit vet, që ka importuar disa nga rregullat e veta, edhe mendon që të konkurrojnë në mënyrë të ndershme në Shqipëri, dhe sa pjesa tjetër e marketeve tona, pothuajse është gjithandej. Kudo që të futesh ke marketet e mëdha, do shohësh që sa po të futesh në krahun e djathtë, aty afër kasës, aty ku shërben punonjëka, do shohësh një i turp madhe kaq me informacion të shkruajt në këtë ngjyra, aty thotë fjalë jo, këto janë ofertat, kanë shpërthyer ofertat, plasën ofertat. Pastaj kur dalsh, që të kesh blerë dhe të shkosh kur dalsh ke dera, të shohësh faturën, po ti thua pa shkaq, po që ka kaq, do shkosh pastaj do fillojnë ata përplasje. Pse nuk bëjnë oferta si për marrësit shqiptar? Po të shkosh në Kosovë ke oferta, po të shkosh në Itali ke oferta. Shumë mashtrohet shumë. Në gjithë botën oferta ka. Siç duhet ketë edhe tek ne. Një produkt që i ofrohet 90 ditë para datës shkatimit, pra nxirret një produkt oferte. Një produkt oferte ka një përgjithësi caktuar, sipas fuqisë blerëse, etj. Pra kjo është një rregull. Lidhje ka politik të gjë. 2 javë deri në 1 muaj para skadimit merr me çmim 50 apo 70%. Po këtu ne nuk ndodh pra, se këtu e nxjerr një javë përpara, edhe atë javën përpara, në kuptimin e saj,
nëse merr dikush nuk ka siguri sepse Leshe është frika pasaj falsifikimit të etiketës, mbi vendosje e tjera, po edhe në fjalë nuk është diçka kretë reale. Edhe aty në fjalë ka manipulim. E ka ndryshe të shkruar atje dhe ndryshe kur e merr tek fatura. Pa, është spekulimi bashkërenduar, e sheh që ka një lloj bashkërendimi te ky lloj spekulimi? Po, ne këto i quajmë marrëveshje të fshehta. Marrëveshje të fshehta. Edhe as më tepër kur denoncohet, kur e ke me zonë me figurë nga konsumatori apo nga përfaqësues konsumatorëve, po institucion, edhe nuk merr asnjë masë, ose përsëritet, riciklohet e njëjti element negativ prap, do të thotë që është e bashkërenduar, diçka që e paramenduar gjithmonë për të zhvat konsumatorin. Kur ju shkoni pranë institucioneve përgjegjëse dhe bashkë me konsumatorin apo ankesën e konsumatorit për çështjen e skadencës, për çështjen e ofertës, për çështje ndryshme që konsumatori ka shqetësime dhe i sjell tek zyra juaj, si reagojnë institucionet? Në përgjithësi, sjellja nuk është negative. Nëse ka ndodhur pronari apo menaxheri i një markete caktuar, e ka pritur konsumatorin bashkë me produktin. Nëse ka pasur produktin dhe faturën, se fatura është dokumenti që vërteton për blerjen, për çmimin, për problemin që ka gjithë elementet një produkti blerë në njësi caktuar. E ka pritur, i ka thonë, dhe realisht në bazë ligjit, atëherë konsumatori do t'i ketë drejt të bësh ndrimin e produktit. Pra nëse është data sot 12 dhe sot data 12 ka skaduar dhe unë kam marrë produktin, fatmirësisht e kam parë, nuk e kam konsumuar, e kam kthyer, atëherë është i detyruar ta marrë produktin, të ngrej një komision, të shoh, të bëj një kontroll, një auditim të mbrëmshëm të vetin atje, të marrë atje me grupin të bëj konfiskimin e atij produkti, të bëj një procedurë bashkë me një përfaqësues të autoriteteve vendore atje të përfaqësit të agjensive të konsumatorit, të shëndetit publika, kushdo nga këto institucione që kanë përgjegjësi për mbrojtjen e konsumatorit, por realisht janë kjo në shumë pak raste ndodh. Ndodh shumë pak raste, por një farë kthim e mallit ka pas, një mirë kuptim tek kthimi i mallit. Atëherë kur nuk ka pas rrezik, edhe qoftë to produktet ushqimore, edhe tek produktet industriale. Sa pastaj kemi raste që kemi shkuar edhe në gjykata, në për organet hetimore të krimit ekonomik e tjera, sepse një jetë e konsumatorit kushton nuk ka kosto. Pra atëherë do të thotë që subjekti është gjurmuar, është penalizuar, janë grumulluar fakte gjitha, është përballur me ligjin dhe është ndëshkuar nga ligji. Se unë kam 27 vite në këtë punë dhe di raste konkrete sa duhesh. Po unë flas të paktën me që se ne kemi situatën nën kontroll. Pra jemi aty ku në momentet e duhura për të ndërhyrë për të thonë dal ti fenomen negativ, spekulimit me çmimin, spekulimit me cilësinë, kodin e komunikimin, në kuptimin e asaj pjesën juridike e marrëdhënies e konsumatorit, faturat, se ka që sjell dhe faturë fare, shko ble dhe i vjen duke. Stava, 27 vjet në këtë punë that, a ka 27 vjet që ndodh kjo çështje e çmimit? Ka 33 vjet, ka 35 ka ndryshimi i sistemit ekonomik shoqëror, 2 vjet brapa nga viti nga 94 ka filluar në Kuçov fillimt. Në gusht 94 ka filluar në Kuçov, edhe eksperimenti i parë i spekulim me çmimet në rast të festash, u përhap vitin dietën për herë të parë ka filluar në Kuçov. 94. Se deri në 94 trezhet sapo kishin filluar të lexojnë, sapo po ndërtoheshin ato bazat e veta, edhe kujtoheshin akoma se me proligji i Enverit, i diktaturës e tjera që nuk mund shetsh aty ku s'duhet, nuk mund ta abuzosh me çmimin, sepse je përgjegjës para shtetit. E tjera. Pasaj që kishin frikë institucionet në base akoma. Absolutisht. Pasaj u liberalizohen gjërat. Na shpjegon pak të Kuçovës faktikisht se është edhe një lloj interesi historik. Çfarë ndodhi në Kuçov në 94-ën që tashmë ka 32 vjet që vjen? Në 94-ën dol një nga ato të zonës atje që mblodhi të gjitha prodhimet e zonës. Një që kishte para që punoi 2-3 vjet në Greqi, atje doli mblodhi ato prodhimet e zonës atje, boni një pikë. Dhe që diçka shumë e mirë, sepse fermeri nuk dilten me 5 kg nga fshatrat atje dilten në Kuçov, ke tregu i Kuçov, që shite gjithë ditën për ato 5 kg damate i shite, temperaturat e larta, shiu, era, tjera, edhe e boni një pikë grumullimi, e boni si model. Edhe mori, i vuri një çmim caktuar dhe boni një listë me 10 produkte. Çmimi për datën kaq, për një kilo domate është 50 lekë. Për specin kaq, për tjetën kaq. E në filluan që 2 natës, fshatat për rreth, i grumullojnë që bëjshin gati, i qojshin, a i pristi kishte punëtor, hapi një tip magazinet madhe atje, edhe sa ke 5 kile, peshonte, po, kujtja ka marrë të e shënonte, ti pregjistë, ja ka marrë Hasanit.
E thoshtë Asani ka pruar 1, 2, 3, 4, këtë vlerë, po. Kishte një arktare atje. Atje pagunte edhe parat edhe u disiplinu kjo. Si shduket u bon gjeloso institucionet, e tha, kjo është një aktivitet shumë fitim prush për ty, po tha, nuk është diçka për ne. Pjesa rregullatore nuk kishte kuptim në sapo ishte miratur ligji i ushqimit, pjesë edhe jo një ligj që mund t'i përgjigjej kohës dhe tregut. Edhe aty pastaj filloi u shpërdaja, filloi abuzimi me njerëzëm. Filloi në zonat. Pra fillon në 94 në Kuçon. Pra 32 vjetësh, më shumë ti çështje e përgjegjësisë së tregtarit apo e kontrolleve të institucioneve? Është, po e nis nga fundi, është e para fare një mungesë kulture nga ana jonë. Sepse përmendi zoti Stafa mungesën e kulturës bojkotit. Bojkoti është një mekanizëm i mrekullueshëm për të vënë në rresht tregtarët, sidomos ata tregtarë që janë abuzues sepse ti thjesht nuk blen atje. Dhe ai do t'i kalben produktet, do t'i kalben madrat, kështu që ne nuk e kemi. Absolutisht pastaj mungesa e institucioneve, siç tha zoti Stafa, ishte ajo frika se tregtarët ende mendonin se si kishin humbur ato kontaktet me institucionet e komunizmit. Frika, respektin dhe institucioneve absolutisht ka peshën e vetë. Dhe pjesa tjetër pastaj është ajo që thash që në fillim të emisionit, që kemi një sjellje dashakeqe nga tregtarët. Llogarisin, vlerësojnë sa bonuset e morin pensionistët, sa mund të ushtohen të ardhurat nga remitancat, sa kompani private shqiptare do t'japin rrogë të 13 apo pagë fund vitit. I bëjnë këto hesape dhe rrisin çmimet për të marrë diçka nga ajo shtesë e volumit të parave në treg në xhepat e shqiptarëve dhe përpiqen me çdo kusht dhe arrin për mendimin tim të marrin një pjesë të mirë të tyre. Ose të paktën kam përshtypjen se ai bonusi pensionistëve 100.000 lekë vjetra për ata që marrin pension mbi 25.000 lekë dhe 150.000 lekë për ato pensionet e ulta, ai zhbohet i tëri, ai shkon zero vetëm fal këtyre çmimeve të rritura. Ne kemi dhe dy, do të themi dhate, pjesa më e madhe sepse 12 kapitujt e Bashkimit Evropian për Shqipërinë janë hapur, kapitulli 12 që është kryesori tek ne, aty ku jemi të fokusuar dhe ne, duhet të njoftojmë se një komunikim drejt për drejt nga televizioni me subjektet, me bizneset dhe me konsumatorët, janë dy lajme të mira për fermerët dhe bizneset është sepse diu miratua ligji për të subvencionuar 10% të gjithë fermerët që janë të pajisur me NIP, dhe pjesa tjetër është ose pjesa drithse, sepse te kapitulli 12, duke filluar nga shkurti i 2006-ës, natyrisht do formalizohet çdo gjë. Ligji nuk është dhunë, ligji nuk është frikë, ligji është një rregull i barabartë për gjithë. Nëse duke filluar nga prodhuesi, përpunuesi, transportuesi, grumbulluesi, tregtari i madh, tregtari i vogël, konsumatori pika fundore, me fjalë janë të barabartë të gjithë para ligjit. Dhe ne po bëjmë, po përgatitemi, kemi grumbulluar materiale, po bëjmë dhe raportin vjetor të 2025-ës, ku kemi nxjerrë listat e gjithë subjekteve abuzuese, një pjesë e tyre janë penalizuar dhe një pjesë janë lanë hije nga njerëz të caktuar, jo nga gjithë administrata. Cilat janë abuzimet më të shpeshta? Abuzimet më të shpeshta të subjekteve abuzuese që vjen? Cilësia. Cilësia është abuzimi më i shpeshtë. Cilësia është me cilësia dhe çmimi, fjalë, to janë dyja. Cilësia është e para, kryesisht tek prodhimet shtazore, qumshi dhe të gjitha në produktet që dalin nga qumshi. Ato janë tashmë të deklaruara me analiza brenda dhe jashtë vendit, janë të denoncuara brenda dhe jashtë vendit, janë një pjesë e tyre vupara përgjegjësisë dhe është minimizuar diçka nga negativiteti, por ende në fjalë cilësia lem për dëshuar dhe është shumë. Pra gjithë qumë është djathtë, ne pagojmë me çmim të kripur, por në krahun tjetër nuk e marrim me cilësinë. Problemi është nuk është cilësia, se të jetë një djathtë 100% natyral, i man nga lopa, nga delja, nga dhia, absolutisht të ka dalë koste, ja ku ke bu koste dhe ke burë çmimin, unë që kam lek do ta marr, ti që s'ke do marrë 100 gram, por do marrë cilësinë. Pra do konsumosh më pak do marrë cilësinë. Po jo në fjalë të përgatitësh këto në produkte me vaj palme, vaj soje, e tjera. Mos e deklarosh edhe tek etiketa, apo ti thosh shumë është natyral lope, e të ketë elemente tjera brenda, pastaj kjo është jo është manipulim me cilësinë.
Kjo përsa ju ke krimet. Pra është krim kundër shëndetit. Do të avijojmë këtë se si kemi çmimet larta, por si që thot edhe zoti Stafa, kemi cilësi të ullët për produktet që blejmë për fund vit. Dalemi në një hapësirë të shkurtër reklamash dhe rikthehemi sërish në studio. Rikthehemi në pjesën e dytë të nderuar teleshikues, po flasim sa i përket fenomenit spekulimit me çmimet, siç e cilësoi zoti Stafa në festat e fundvitit. Na është bashkuar edhe ekonomisti Enrico Ceko në këtë pjesë të dytë. Zoti Ceko, ju përshëndes. Përshëndetje, kënaqësi. Tema shumë interesante, po unë kisha një angazhim me studentët, pikërisht për të çështje po diskutonim, ishte leksioni marketingut i radhës dhe etika e biznesit. E kuptoj, por për t'ju pyetur saktësisht edhe për çështjet të shifrave që ju i njihni mirë, produktet më të shtrenjta ushqimore për familjet shqiptare në raport me Bashkimin Evropian janë vezët, djathi dhe qumshti. 131% të mesatarës së Bashkimit Evropian nga 119.5% të vitit të mëparshëm. Pse kemi çmime kaq të larta? Do t'i bëj një koment që ta shikojmë nga pikpamja e konsumatorit. Këto janë ushqime proteinike. Për të prodhuar ushqime proteinike duhet më shumë energji. Për shembull, për të prodhuar një energji shtatëzore, duhen 7 energji bimore. Pra, për 1 kilogram mish, si me thënë, duhen 7 kilogram bar, që të haj lopa, viçi, dhia, po dion. Ushqimet proteinike janë shtrenjta. Çështja është, a ka mundësi konsumatori shqiptar të konsumojë ushqime proteinike? Një. E dyta, nga vijnë ushqimet proteinike? Ne kemi produkte importi. Ne nuk prodhojmë që ushqime proteinike në vend. Dhe treta që është shumë e rëndësishme, edhe ushqimet që nuk janë ushqime proteinike, po që janë karbohidrate dhe yndyrna, që edhe që i plotësojmë në vend, nëse do të bëjmë krahasimin me cilësinë e produkteve evropiane, cilësia shumë e ulët, kështu që dhe për këto produkte çmimi është shumë i lartë në krahasim me cilësinë. Edhe për karbohidratet dhe yndyrnat. Pra, kemi 3 grupe ushqimesh, karbohidrate, yndyrna, proteina. Puna është se nga i marrim në këto. Sheqerin, mund ta marrësh duke ngrënë sheqer, por nuk është e shëndetshme. Edhe mund ta marrësh edhe nga mango, edhe nga ananasi, që është shumë e shëndetshme, po mund ta marrësh edhe nga molla dhe nga dardha, që nuk është se është forte, nuk mund të krahasohet me ananasin edhe me mangon që kanë shumë më tepër vlera ushqyese se ta molla. Pra, ne shqiptarët jemi te sheqeri dhe te molla. Evropa është te ananasi, te mango. Me çmime më të ulta se çmimet e një ananas e një mango në Evropë bën më lirë se bën molla në Shqipëri. Po si ka mundësi pra? Ne kemi 41%, ne kemi 41% të mesatarës së fuqisë blerësës Bashkimit Evropian dhe kemi çmime më të larta por kemi çmime më të larta për shumë produkte se Italia, po marr Italinë, Shqinja apo Greqinë. Atëherë ne kemi problem të madh me Shqipërinë, me trurin e atyre që drejtojnë Shqipërinë edhe me trurin e shqiptarëve. Se në fakt sistemin e bën njerëzit. Nuk është sistemi që i bën njerëzit. Jemi ne që i kemi vënë ata atje që na drejtojnë. Çështja që ndron këtu, në gjithë Evropën perëndimore, edhe në Amerikë, në Britani, në Japoni, sistemi vlerësohet nga mënyra se si i trajton njerëzit. Dhe prandaj aty qeverit ndryshohen në mënyrë të butë. Në Shqipëri, sistemet vlerësohen nga paraja, nga fuqia ekonomike, nga fuqia politike, dhe jo nga mënyra se si i trajtojnë njerëzit. Kjo është qasja të cilën ne duhet të ndryshojmë, dhe unë mendoj që viti 2025, në gjithë botën, është viti i fundit që do jetë viti normal. Nuk do ketë më vite normale në botë. Që nga 2026 dhe në vazhdim do jenë vite jo normale, sepse në gjithë botën do ketë një lëvizje shumë të madhe që sistemet të vlerësojnë njeriu dhe jo paran. Ju e shikoni çfarë po ndodh në Bullgari. Pse po ngrihen në Bullgari? Pikërisht për shkak të këtyre gjërave. Sepse korrupsioni galopant, që është në themel të shoqërisë bullgare, ka cënuar liri dhe drejta themelore të njeriut, ku liria për të patur liri ekonomike dhe për të patur një ushqime të shëndetshme është një ndër lirit themelore të njeriut. E drejta për të jetuar është kanë bazë të drejtën për të ushqyer. Apo. Prandaj bien sistemet. Pse ra sistemi i Enver Hoxhës? Sistemi i Enver Hoxhës ra pikërisht për shkak të konsumit. Mos kujtojeni ju se shqiptarët ishin gjithë demokratë, donin liri ekonomike, ja.
shqiptarët donin atlete, gjinse dhe Coca-Cola, edhe të shkonin në Evropë. Ka që ditë të shqiptarin vitin 90. Po mirë, si ka, S'kishte parë gjinse me profesor, s'kishte pinë si ka mundësi që ne shkojmë në Maqedoni dhe në Kosovë, e gjejmë naftën me 1,2 euro litri, 1,19, 1,18. Po, sepse nafta atje s'ka akciz. Po pra, e gjejmë produktin më lirë se të ky marketi në Shqipëri, kursejmë 50 euro apo 100 euro për çdo vajtje që bëjnë në Prizren apo diku tjetër. Për një blerje. Për një blerje, por i kemi në kufi këto shtete. Si ka mundësi që nuk reflektohet rënja e çmimit të naftës në Shqipëri? Si ka mundësi që kemi nga çmimet më të larta në rang botror? Ne kemi një diferencë shumë madhe në naftë për karburante për shkak të çmimit të akcizës. Akciza e bën naftën direkt, sa futet nafta në dogan, e çon nga 60 lek litrin, e çon direkt në 95 në 100 lek litrin. Vetëm akciza. Pastaj futet TVSH-ja, 20%. Po vajti çmimi i naftës 100 lek, edhe TVSH-ja 20, vajti 120. Plus fitimi që do marrin pikat e karburantit, edhe vajti çmimi 180 lek për litër. Ndikon kjo te produkti te çmimi i bukës i çdo qytetari, te çmimi i diçkaje që merr në tregë? Shiko, ne jemi në një situatë ku shqiptarët shpenzojnë 10% të ardhurave për transport. Dhe këtu bëhet fjalë për transport sepse nuk ka transport publik. Dhe gjithë duan që të kenë nga 1 nga 2 makina që të mbarojnë po. Shiko, makina është bërë domosdoshmëri, nuk është luks. Edhe 2 makina në familje ka, edhe 3 ndoshta, sepse janë gjithë në punë, edhe s'ka transport publik. Ky është problemi, po të kishte transport publik, as ajri nuk do ndodhej nga makinat e shumta, edhe njerëzit ato lekët 10% e rrogës. Nëse ti e ke rrogën 100.000 lek në muaj, 10% është 10.000 lek, plas me treja. Po në vit bën 120.000 lek. Bën 1.300 euro në vit. Nuk është pak 1.300 euro të ikë ty për transport, sepse se mungon transporti publik. E qartë. Kjo është. E kuptoj, do rikthehemi sërish së bashku, por zoti Stafa, sipas dhënave të zyrtare doganave, 1 kilogram nga grupi ushqime dhe pije alkolike kushtoi 116.7 lek në tremujorin e tretë të 2025-s, është 0.7% më e ulët se në të njëjtën periudhë për 2024 dhe 8% më pak se në tremujorin e parë 2024-s. Por pse kjo nuk reflektohet tek xhepi i qytetarit kjo ulje çmimesh? Po, nuk reflektohet, unë thashtë njëherë tjetër, pjesa më e madhe këtu nuk janë, edhe treguesit nuk janë aq sa duhet real, sepse një treg i formalizuar, mund të bash informacion, mund të bësh një pyetësor, mund të bësh një matje të caktuar për tregues të veçantë, edhe për të bërë një statistikë dhe për të ndërtuar atë që thoni ju. Po kur një pjesë, pothuajse një pjesë e madhe e tregut është ende informal, pra që nuk merren të dhëna, por informal që të jetë 30% informal, do të thotë të jetë një tretë e tregut informal, do të thotë që ka mangësi dhe ka të dhëna të cilat nuk arrin që ti marrësh, jo aq më tepër ti formalizosh të kthesh në shifra zyrtare. Pra, duke qenë të dy llojet e tregjeve, tregu formal dhe informal, edhe të dhënat fjalë natyrisht që nuk janë ato që duhet. Pastaj pjesa, themi edhe njëri tjetër. Nuk është çështje sepse ne thamë prekëm rastin e fundvitit, pra kryesisht rastin e festave dhe fundvitit ku tregu abuzon me konsumatorin, pra vjedh konsumatorin nëpërmjet rritjes së çmimeve. Por më duhet të themi edhe pjesa e formalizuar, sepse nuk ka me të vërtetë konsumatori. Nëse merr një 80 lek, 1 kilogram sheqer në një market të caktuar, kur të marr faturën përfundimtare, do shoh 2 lloj çmimesh. Çmimi 1 plus çmimi 2. Çmimi 1 është çmimi i produkteve që ka marrë konsumatori, çmimi 2 minus TVSH-ja, 20%, që ajo hiqet për tregtarin, po ajo del nga xhepi i konsumatorit, pra i vidhen konsumatorit 20% në çdo produkt ushqimor që merr. Duke filluar tek buka, tek tregu i formalizuar, bëhet fjalë në markete, deri tek produkti i fundit. Pra ky 20% që vidhet, ke nafta, ke transporti, ke çmimi, se dhe çmimi ka si thonë një dysheme ka dhe i tavan, por kur ky lihet evaziv, nuk ka një kontroll, nuk ka një disiplinim, nuk ka një ligj të përcaktoj, edhe ta disiplinoj të thonë që ngjelet evaziv, ngjelet gjithmonë shtek për të spekuluar. Pra janë disa gjëra të cilat realisht të dhënat zyrtare janë dhëna të cilat kontrollohen maten. Kjo e pjesë e formalizuar. Po pjesë e pa formalizuar që për fat keq nuk është pak tuke ne, nëse do ishte edhe e pjesë të disiplinohet dhe të merreshin dhëna, natyrisht do ishte një dhënë tjetër.
Pastaj dhe fuqia bleshe. Fuqia bleshe natyrisht këtu kene kara, sepse njerëzit, kur themi që 1/3 e popullsisë, ka braktisur vendin dhe kryesisht rinia, ka i konsumi, po s'pat konsum. S'ka kërkesë ofertë, s'ka shit blerje në kuptimin real aty ku ke pritshmëritë aty ku duhet. Pra është edhe pjesa tjetër. Braktisja kalon tokën të papunuar atje, kalon produktin pa miell, i kalon rrugë të hapur vetëm importit, ka mbyllur, ka vrarë konkurrencën. Ajo pjesë e vogël e produkteve, nëse nuk disiplinohet nëpërmjet ligjit, nëpërmjet strukturave, që të merret nga prodhuesi atje, të merret, proponohet të tregtohet shitet dhe të paguhet fermeri atje, atëherë do të thotë që du të ta mbushim me produkte jashtë konkurrence, po e them jashtë konkurrence të importuesit apo VM si të duash, do të thotë që do të mbushin kanale me qepët, me mbollë, me portokalle, me tjetër të mbush fermeri sepse ti e ke vrarë, duke importuar për të fituar vetëm vetë, për ta pas në kontroll, për ta vendosur edhe çmimin, për të kontrolluar çdo gjë vetë, atëherë ti ke vrarë dhe atë pak prodhim tënd që e ke këtu natyral. Ke vrarë prodhimin, ke vrarë fermerin dhe me përfundimtarja pastaj ke vrarë xhepin dhe aq më keq shëndetin e konsumatorëve. Zoti Ceko, kemi qenë shpeshherë së bashku në për intervista për të folur për një temë që ju e keni qef, bujqësinë. Mos ndoshta është më mirë që i kemi çelur rrugë importit. Si e sheh? Është në të tretin vit në rënje, kemi çelur shumë rrugë importit, kemi këto shqetësimet e çmimeve, por ndoshta cila është strategjia në makro në këtë mes? Po pra, strategjia në përgjithësi ka qenë që të kemi shoqëri konsumi dhe jo shoqëri prodhimi, jo ekonomi prodhimi. Dhe duke filluar që nga viti 91 për shkak të 7501-shit, ne arritëm në një situatë që kemi ndërtu një vend, një kamp të fermave të vogla, ku vërtet madhësia mesatare e fermës është 2.5-3 hektarë. Deri këtu nuk ka asnjë gjë të keqe. Edhe Izraeli 2-3 hektare ka fermën. Edhe Japonia 2-3 hektare ka fermën. Hollanda 30% bujqësisë ka me ferma të vogla. Polonia 35% bujqësisë ka me ferma të vogla. Por ata i kanë ferma të blok. 3 hektarë është ferma, po është blok. Ke mundësi të futesh traktorin. Ke mundësi të përdorësh kimikatet, herbicidet, pesticidet, ke mundësi të bësh plerim. Ke mundësi të bësh diskim, frezim. Edhe vjeljen e mëndet mekanizuar. Po në Shqipëri, vërtet ferma është 2.5 hektarë, po ferma është ndarë në 5 parcela, edhe çdo parcelë është 6 kilometra larg nga njëra tjetra. E kuptoni ju tani se çfarë kemi bërë ti fermerit, ne i themi fermertit. Çfarë nuk janë fermertë. Këta janë banorë të kopshtit zoologjik. Bujqësia shqiptare është si kopshti zoologjik, ku janë të gjitha kafshët e mundshme, vetëm njeriu mungon. Ai fermeri aty nuk mund të jetë njeri, nuk mund të jetë qenie njerëzore, kur brenda 24 orëve nuk ka mundësi fizike që të shkojë të shohë një herë, të bëjë një fotografi parcelave. Se ka 7-8 parcela për 2 hektar tokë, i ka 6 km larg nga njëra tjetra. Si do ta vjeli prodhimin e? Si do ta mbroj prodhimin e? Ai s'ka interes në mbjellje fare, se thot ma vjedhin, ma marrin. Edhe sikur të mos ja vjedhin, nuk e vjel dot, se s'ka mjetër, s'ka mekanik bujqësore, edhe s'ka kohë ta vjeli, se vjelja bëhet me dorë. Po çfarë bujqësie flasim tani? Bujqësia shqiptare është shkon pyll ha banane. Po nuk të ëngri luani, shkon prap ditën tjetër ha banane prap. Po të ëngri luani, ngordhen pyll. E qartë. Kjo është bujqësia shqiptare. Edhe ne themi tani është rrit prodhimi bujqësor 6% çdo vit. E kuptoni ju, që nga viti 91, unë kam punu dhe në sistemin e bujqësisë dhe të ushqimit dhe di shumë mirë se si i prodhojnë ato shifrat, jo patatja, jo qepa, jo domatja, jo dhia, jo lopa. Kemi 35 vjet që deklarojmë që prodhimi bujqësor në Shqipëri është rritur me 6%. A kuptoni çka gafe madhe makroekonomike është kjo apo jo? Në qoftë se prodhimi bujqësor i Shqipërisë që nga viti 91 do ishte rritur me 6% çdo vit, ne sot duhet furnizonim Kinën me ushqime. E qartë, profesor. Ne furnizojmë do të veten tonë. Pra ky është mashtrimi i madh me shifrat që ndodhin në Shqipëri. E qartë, po do ta Po të ishte rritur prodhimi bujqësor me 6% çdo vit, ne tani duhet furnizonim Evropën me qep, me domate, me të gjitha gjëra. Ne s'po ham, ne 30% ushqimeve importojmë. një temë që do ta vjojmë sërish, profesor. Unë të falenderoj që të kisha në këtë pjesë të dytë. Kënaqësi. Dhe sa va kënaqësi që ju kisha në studio.
Faleminderit dhe juve. Zonja Zotrinju, faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.